se ditët po të afrohen, o të vinë Ramovici, kryeministër, je shteti, je, apo je një tiktokist i këtij vendi që del live orë dhe minutë, do me thënë akoma se kemi të qartë pozicionin tënd personal si pushtetar, mos ndoshta po i nuhat det i vet ditët e fundit të qeverisjes tuaj dhe ke gjetë këtë mënyrë për të shprehur mbledhjen tënd ndaj tmerrit që po vjen. Ua. Astrid Spahiu, Astrid po që nge komplet i lagur më burë, në knet komplet i gjithi, kokë e këmë, flet edhe gjuhën e salamandrave komplet, po si shpjegohet më burë, po për qarë të meri e ke fjallën, për qarë ditësh numëruara, për qarë birucash, se këta e Edvin Ramovicin e kam dëgjuar këtë, edhe së mbona si përshtypje me thënë të drejtën, po më vjen shumë keq, më vjen njerëzënisht keq për këtë katandije, këtë nivel, ndërkohë që thelbi këtu besoj është tek pyetja që jam kryeministër apo jam tiktokist i dal live orë minutë, tani që t'jemi shumë të qartë, puna ime nuk është punë krahë, është punë mendje. Dhe një nga detyrat e mia është të komunikoj, të sqaroj, të dëgjoj dhe të reagoj. Dhe kjo për mua është punë, nuk është qef. Unë nuk jam tiktokist. Unë jam një përfaqësues i zgjedhur edhe i atyre që nuk më kanë zgjedhur dhe ju detyrohem, siç po bëj në rastin konkret, edhe me ty i dashur Astrid, edhe pse je shumë i helmuar, mendoj unë gabimisht, sepse në fund të ditës nuk mund t'jetë çdo gjë zi, edhe sikur të ketë shumë arsye për të qenë pakënaqur, por në fund fare unë kam detyrimin të komunikoj edhe me ty dhe të shpjegoj gjërat sipas këmbvështrimit tim dhe në një farë mënyrë t'jap hesap. Kjo është arsyeja pse unë dal live dhe natyrisht patjetër që duke u afruar dita e zgjedhjeve kam vendosur të intensifikoj daljet, kam vendosur të intensifikoj komunikimin, sepse procesi deri në zgjedhje është dhe një proces bilancesh, është dhe një proces vendosjeje në tryezë të të gjitha gjërave që janë gatuar gjatë 4 viteve për të bërë edhe komentet përkatëse dhe për të përcaktuar nëse ka apo s'ka arsye, për të vazhduar këtë punë në këtë drejtim me këto forca. Se tani është bërë dhe një koalicion, i madh, shumë i madh. Edhe